Nuk pretendoj të kem gjitha drejta, dy të kem drejta, mirë jam. Pra, tani, për ta mbyll, shkurtimisht për shtëpinë e kulturës shqiptare franceze shqiptare në Paris, që ju e quani është përsëri Kiço Blushi që kur erdhi në Paris, ne kishim marrë këtë qendër, edhe aty është një shoqat me ligjin 905 që organizon këto shoqatat, dhe ai na tha pse si vini emrin Shtëpia e Shqipërisë. Dhe ne na pëlqeu kjo gjë dhe i kemi vënë emrin Shtëpia e Shqipërisë. Janë tashmë gati 13 vjet dhe ne kemi bërë 250 aktivitete. Aktivitete të cilat ju patët një ekspozit tani. Të gjitha këto aktivitete kemi bërë mirë, që për secilën kemi bërë afishe dhe ishte rasti i këtij koleksioni që unë e solla bashkë me Gjergj themelin këtu në qendrën e kryeministrisë për kulturë që quhet Kod, dhe që na pritën shumë mirë dhe që ekspozuan të gjitha afishet tona dhe kanë vetëm një ide që mua më pëlqen ta theksoj. Është respekti ndaj punës së tjerëve. Kam qenë në shtëpi dhe shumë interesante. Do më thënë, kjo ide që ne duhet respektojmë punën e më përpashme, ka shumë rëndësi. Kurse ne ignorim si shoqëri punën tjetër dhe kur vje punë ta bësh vetë pastaj. Çfarë është kjo? Ne kemi shembull Vatrën në Amerikë që ka 100 sa vjet, pavarësisht problemet që ka ajo. Vatra është një formalizëm sot që për shembull nuk ka një aktivitet tillë si bëni ju, por është Vatra ka vdek kur vdik Noli dhe Konica, sepse ata e kanë edhe e kanë si simbolik. Shpresoj që të organizohet. Nuk ka asnjë lloj organizimi, Vatra është e marruar komplet sot dhe për shkakun se Vatra u kriju për pavarësinë e Shqipërisë. Dhe në momentin që u mor pavarësia, pastaj është kod dhe Vatra kur e fut pastaj në kanale politike, e janë puq pastaj me grupe me është një nuk ke kemi një shoqat. Ju kishit një gjë shumë interesante, një shtëpi kulture shqiptare në Francë. Unë kam qenë atje dhe kam ndjer kënaqësi kur kam qenë në atë shtëpi kulturore. Të drejtën kënaqësinë e ndjejmë dhe ne kur ftojmë njerëzit dhe kur na vijnë njerëzit, sepse është një qendër që hapet diskutimi, hapet njoja, është nxitja për diçka më tejshme. Ne tash kemi një koleksion gati me 250 aktivitete, të cilat po i thosha Gjergji themelit inxhinierit që jemi atë bashku dhe kemi president atë, thosha, sikur ti depozitojmë këtu në arshiv, se kujt ja japim gjithë. Ndoshta është një mënyrë që të fiksojmë për nesër, për një eksperiencë. Ne do vazhdojmë të sjellnim pra. Ne i lirë dhe po e mbyllim këtu se ke kalu çdo limit nga të gjithë emisionet që kam pas. Ti ke jam bllafazan edhe. Jo si ti bllafazan, po je interesant. Problemi është që padyshim sepse ne edhe për atë periudhë që flasim, ne duhet kemi ca pika ku duhet, ku janë ka pas vlera, në sport ka pas vlera, në art ka pas vlera, ka pas, jo e gjitha panorama ka qenë, e gjithë panorama ka qenë gritë, por ajo që thatë ju me drejt dhe ky do të jetë titulli i emisionit, ajo çka duhet librat që botohen me vështrim nuk propagandistik, nuk përfaqësojnë artin më të mirë shqiptar.